Do të flasim tani për 5 filma sugjerim që kemi për këtë episod dhe për 2 libra, do t'i përmendim. Fillimisht e pasi do të ndalemi pak më gjatë, duke nisur nga Dead Poets Society i vitit 1989 nga Peter Weir. Vazhdojmë me Precious i vitit 2009 nga Lee Daniels. Short Term 12 i vitit 2013 nga Destin Daniel Cretton. Vazhdojmë tek i radhës The Half of It i vitit 2020 Alice Wu. Dhe filmi fundit 1001 i vitit 2023 nga A.V. Rockwell. Vazhdojmë të flasim pak shkurtimisht lidhur me atë se çfarë kanë në përmbajtje secili prej këtyre filmave që ne sugjerojmë në këtë episod të Kinotekës, duke filluar me të parin. Dead Poets Society është një klasik, është një film i madh i vitit 1989 me regji të Peter Weir, luan Robin Williams në një nga rolet më të dashura për ndjekësit, fansat dhe ata që pëlqejnë kinematografinë, në rolin e një mësuesi letërsie që frymëzon nxënësit që të ndjekin ëndrat dhe zërin e tyre të brendshëm përmes poezisë. Filmi trajton tema të thella si presioni social, vetvlerësimi dhe të menduarit ndryshe. Është nominuar për Oscar dhe ka fituar çmimin për skenarin më të mirë origjinal, çmimin Oscar. Një film që mbetet i vlefshëm për çdo brez që kërkon zërin e vet, një klasik. Vazhdojmë me sugjerimin e radhës, Precious i vitit 2009 nga Lee Daniels, i bazuar në romanin Push nga Safir. Është një film që në fakt prek historinë e një vajze që përballet me abuzime ekstreme fizike dhe emocionale. Por që përmes shkrimit dhe mbështetjes së një prej mësueseve të saj, ajo fillon që të ndërtoj gradualisht një jetë të re. Është fituesi 2 çmimeve Oscar, përfshirë këtu aktoren më të mirë në rol dytësor dhe padyshim që është vlerësuar për ndershmërinë e tij brutale dhe fuqinë shëruese të tregimit. Ka treguar këtë fenomen social të rrezikshëm, të frikshëm, pa përdorur filtra, pra me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme dhe të perceptueshme nga i gjithë publiku. Mirë, kalojmë te Short Term 12 viti 2013 nga Destin Daniel Cretton. Një film i ndjeshëm dhe i vërtet që ndjek jetën me një qendër strehimi për adoleshent me trauma. Brie Larson interpreton rolin kryesor në mënyrë mbreslënse si një punonjëse që vetë ka kaluar një jetë të tillë të vështirë. Filmi ka marrë vlerësime të larta kritike për ndjeshmërinë, përfaqësimin emocional dhe realizimin e mirë kinematografik. Do vazhdojmë tek i radhës The Half of It i vitit 2020 nga Alice Wu. Është një dramë romantike për adoleshentët, po themi, me thellësi dhe trajton ndjeshmërisht ndjenja sikurse mund të jenë vetmia, identiteti, miqësia, ato që në fakt janë në kryeqendër të diskutimeve të shumta her pas here. Personazhi kryesor, Ellie Chu, është një adoleshente introverte dhe intelektuale nga ana tjetër, që shkruan letra dashurie për të tjerët, ndërkohë që përpiqet të gjejë zërin e saj. Fituese e çmimit të audiencës në Tribeca Film Festival, shumë i dashur për të rinjt, një film plot mesazhe dhe që patjetër vlen të merrni nga koha juaj për ta parë dhe pikërisht për të marrë më të mirën prej tij e për ta bërë pjesë të integruar të realitetit tuaj. Dhe i fundit, po jo për nga rëndësia, është 1001 i vitit 2023 nga A.V. Rockwell, fituesi i çmimit të madh të jurisë në Sundance. Ky film ndjek një grua, tregon një grua e cila e rrëmben djalin e saj nga sistemi i kujdesit social në përpjekje për t'i dhënë një jetë më të mirë në Harlem. Një histori e fuqishme për lidhjet familjare, sistemet që dështojnë pra individin dhe përpjekjen për t'u rikthyer te vetja. E kemi si thua e gjejmë shpesh këtë motiv të rikthimit tek vetja në këta filma. Filmi është vlerësuar për fuqinë emocionale dhe performancën e shkëlqyer të aktorëve. Megjithatë, ju e dini, në Kinotek nuk mbetemi vetëm tek filmat, do të kemi edhe sugjerimet për libra, për ju që keni pak më shumë kohë dhe që preferoni që ato pamjet që do t'i shihni në një film ti vizualizoni duke shfletuar fletët e një libri, kështu që do të shkojmë menjëherë me sugjerimet tona. Një lutje për Owen Mini i vitit 1989 nga John Irving. Dhe jetë e trazuar vitit 1981 e Etty Hillesum. Niseti me John Irving. Një lutje për Owen Mini është në fakt një roman magjepsës dhe prekës për misin, besimin dhe fatin. Fati sa i rëndësishëm që është. Owen është një djalë i pazakont me një zë të jashtëzakonshëm dhe një ndjenjë të thellë për mision. Historia e tij është rrëfyer nga miku i tij i ngushtë, është një eksplorim i shpirtit njerëzor përballë
padrejtësisë dhe çuditërave të jetës, sepse jeta në thelb gjithmonë na surprizon her pas here. Që nuk kursehet fare. Nuk kursehet as pak, aq më tepër kur tia kërkon që të kursehet, atëherë vjen më vrullshëm. Libri përmban nota politike, fetare, filozofike, por mbetet patjetër thellësisht njerëzor, sepse edhe këto tre element të përmendur më sipër janë pjesë e realitetit të njeriut. Pra njeriu e formon jetën e vet përmes elementeve të ndryshëm, ndër të cilat bëjnë pjesë edhe ato të sipër përmendurat. Është një klasik i padiskutueshëm që prek thuajse të njëjta tema të përafërta si Dead Poets Society apo 1001. Mirë, Jetë e trazuar është botuar në vitin 1981, por në fakt përmban ditarët prej vitit 1941 deri në vitin 1943 të Eti Hillesum. Pikërisht një gruaje hebreje holandeze e cila jetoi gjatë Holokaustit. Nëpërmjet shënimeve të saj personale, ajo shpalos një udhtim të thellë shpirtëror dhe intelektual, duke reflektuar mbi dashurinë, vuajtjen, kuptimin e jetës në rrethanat ekstreme në të cilat ajo gjendej. Libri është një dëshmi e fuqisë së brendshme dhe përkushtimit ndaj humanizmit edhe në kohët më të errta të njerëzimit.